Përshëndetje të gjithëve, ndodhemi në Hamallaj Durrës. Jemi në zonën e Hamallajve, rreth 900 metra nga qendra, rreth 2 kilometra nga deti. Do shesim këtë vilën që ka rreth 400 metra katror ndërtim dhe kemi 6 dëlym tokë këtu. Çdo gjë është me O, dokumenta. doktor Gjoni, sa të ta shesim te doktor Gjoni? Këtë ta shesim 300.000 euro total. 300.000 euro apo 300 milion? Me 6 dëlym tokë. 300.000 euro pra. 300.000 euro para të dorë. Investoni në Hamallaj 300.000 euro, 6 dëlym tokë edhe gjithë kjo vila 3 Ka kate. 300 metra ndërtim, kemi 2+1 shkati parë, 1+1 shkati dytë dhe 2+1 shkati tretë për përfigur. Mos harroni çdo gjë e keni me dokumenta, investoni të sigurt. Hajde pak doktor Gjoni. Hajde pak, hajde. Tregoj pak tokën. Që ti tregoj me këtu s'ka fund të do helikopter me ndjek tokën. Sektor Hamallaj. Zotëria që e ka rregulluar vendin, e ka shtruar edhe me pllaka turtërari. Hajde pak, futu pak mrena. Hajde futën këtë parë. Ec doktor Gjoni. Hajde. Te ka kuzinën e gatimit, Aha. dhomë denje, pra dhomë me kuzhinë bashkë. Po mirë, do ta shesim me gjithë plaçka. Çdo gjë që është brenda. Me gjithë gjëra, ha? Dhoma xhumit e Çka ka shtëpia janë të blerësit. dhoma tjetër, pra bën 2 dhoma xhumit. Vazhdojmë në katin e dytë doktor Gjoni. Hajde te këtë rafit. Hec aty live. Live më çuna, shifni më mas i marrin lek në për kavanoza. Shif sa bukur ka bo shkallën, shife. Nëse do të pasuar si do të thotë. Po, Sa pesë janë zonë ka dytë. atëherë, kati dytë. Hajde, Ja ka lënë gjithë sallon madh me oxhak. pra do shitet si që është 6 dëlym tokë Që ka oxhakun dhe. edhe vila 3 katëshe. Ka dimit nazë këtu. Opa, Atje ka kuzhinë negative. Aha. Atje ka dhoma xhumit, bani. çdo gjë është e sistemume, e investume. Bani me teorinë e lavë. A i hudhemi sfyllën ka tret? Hajde. Hajde. Hajde te këtë Hajde rafit. çuna, si qa shkalla, si. Shumë mirë, por merr. Granit si bie. Atëherë. Nuk di ko një të drejtë. Këto pa fingo. Skavlu. Kati tret. Nëzëm. Kjo është. Tu kemi dhom gjumi, tu kemi dhom gjumi, Me 2 dhoma xhumit. tu kemi bajën. Pa fingo me mbulume me rebëtes, si që me Kjo është veranda që është. Me dras. Pa fingo tamam, 2 dhoma xhumi, banja. Një verandë spektakolare kemi këtu. Veranda shumë e mirë. E mbuluar me çati, ha? Pa. Ju përshëndesim me shumë respekt nga Gjoni dhe Afrimi. Mirë se të vini.